Të dashur shqiptar, jemi në prag të luftës së tretë botërore. Avionët çdo minutë rrotullohen në qiell, në Poloni. Presin në çdo moment të sulmohen. Por ju nuk e dini që Shqipëria është në rrezik shumë të madh. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë është një grek. Zëvendësministre e Shqipërisë, kryeministre, është pastruese që ka punuar në Greqi. Kryeministri i Shqipërisë është fotografuar lakuriq në plazhet e Francës nga shërbimet sekrete greke. Ai ka hequr të gjitha pikat kufitare me Greqinë. Shqipëria është në një rrezik shumë të madh, sepse është vërtetuar që ilirët flisnin dialektin dorik. Kryeqyteti i ilirëve, Mollos, Pasaron, sipas Hezikiusit të Aleksandrisë, ja zëri korbave. Ky është zëri korbave që do jetë në Shqipëri mbas luftës shqiptaro-greke. Ua përsëris. Korbat e dinë çfarë do ndodhin, ju nuk e dini. Pra, kryeqyteti i ilirëve, Pasaron, sipas Hezikiusit të Aleksandrisë, vjen nga gjuha dorike, Pasarios, do thot adhuruesi i hënës. Pasarios ka pësuar rotacizëm. Është fjalë e shkurtuar e pas Selenos. Selena është hëna në gjuhën greke e Atikës. Selana është hëna në gjuhën e Mollosëve. Kjo është gjuha mollose, gjuhë greke. Pas Selana është bërë Pasaron. Është shkurtuar si fjalë. Një lloj si në gjuhën shqipe shkurtohen fjalët. Amicus në mik, kabalus në kal, medicus në mjek. Mëngjes në mjes. Shqiptarët degenerojnë vetë fjalët e tyre. Pra gjuha shqipe ka tendencë të shkurtoj fjalët dhe kjo ndoshta është e vetmja lidhje që kemi ne me ilirët. Përndryshe, fjala hënë e shqipes dhe hona, si dialekt i Tiranës, vjen nga gjuha evgjite. Hona, hana, është regjistruar në Pradesh të Indis të dashur shqiptar. Vjen nga gjuha sanskrite, skanda. Në gjuhën shqipe dhe në gjuhën jevgjite ka ndodhur të njëjtat fenomene fonetike. Skanda, skëja nistore ka dhënë h, vetëm në shqip dhe në gjuhët evgjite. Jevgjit kanë ardhur në Shqipëri nëpërmjet perandorisë bizantine. Është e sigurt që fjala hëna dhe hana janë evgjite. Vetë fjala shqip në gjuhën evgjite është çip, do të thotë gjuha. Edhe gjuha në përgjithësi është çip dhe xhip. Në fakt ne u themi jevgjeve xhip. Xhip do thot gjuhë jevge në gjuhën sanskrite. Hona është hëna në gjuhën jevge. Është dhe në dialektin e Tiranës, hona. E pra tironësit janë jevgjit më të pastër të botës. Tirana është kryeqyteti i evgjitëve dhe Edi Rami është kryeministri i jevgjëve të bardhë. Kjo është e tmeshme. Nuk ka asnjë lidhje midis shqiptarëve dhe ilirëve. Fare. Ka disa fjalë të diskutueshme. Brini nga brindos, fjalë greke, në brindizi. Po ky është mendimi i Joklit. Hamendje, hipotezë. Ndërsa kjo që thot Hezikiu i Aleksandrisë është e saktë. Avionët, lufta e tretë po vjen lufta edhe me Greqinë. Athina është në feston. Koinon, Pasaron, fjalë për fjalë do të thotë bashkësia e adhuruesve të hënës. Ndërsa Skotousa, kryeqyteti i Pellazgëve në Thesali, do thotë errësira, kur hëna mungon në qiell, nga Skotos në greqisht, errësirë. Pra dhe Skotousa, kryeqytet Pellazg, mungesa e hënës. Pasaron, hënë e plot, kryeqyteti i Mollosëve. Mollosët dhe Pellazgët në Thesali flisnin të njëjtën gjuhë, dialektin dorik. Këto fjalë janë gjetur në shirita, të gjetura si hajmali ose si dëshira.
në tempullin e Dodonës, që është gjetur edhe në Tomor, por edhe në Hellad. Janë 2 vende të Dodonës. Është tempull grek, është folur atje gjuha dorike. Dëshirat të shkruara janë në gjuhën dorike. Janë shkruar në shirita metali, vareshin në një kuti, dhe ashtu si që lëviste era, atë kuptim kishin, interpretoheshin. Dhe si e gjitha unë këta? E njëta gjë është vërejtur tek indianët e Amerikës, bëjnë të njëjtën gjë, e njëta gjë është vërejtur tek banorët vendas të Japonisë. Indianët nuk kishin gjuhë, po varnin ëndrat e tyre, interpretonin me fije të holla litari. Ndërsa japonezët i shkruanin në shirita, një lloj si pellazgët, i varnin këto si zile, këtë bënin dhe japonezët. Dhe nga ti merrte era këto dëshira, ashtu plotësoheshin. Pra, në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, japonezët, indianët e Amerikës dhe pellazgët në Dodon kanë bërë të njëjtën gjë. Kanë varur dëshirat e tyre në litar, në shirita. Prandaj kanë mbijetuar, se janë shkruar në metal, për të mbijetuar. Nga njëherë ishin dhe mallkime, kryesisht kushëriri kundër kushërirës, kunata kundër kunatës, dëshirat e fshehta, nuskat në arabisht, që ka hyrë dhe në gjuhën shqipe. Nuska është dëshira e ilirëve në Dodon që flisnin dialektin dorik, përfundimisht. Pra të ndërpriten të gjitha punimet arkeologjike në Shqipëri, se të gjitha qytetet në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, Kroaci dhe Serbi janë me mbishkrime greke të gjitha. Janë emra grek, kulturë greke, nuk ka asgjë shqipe aty. Ndonjë fjalë të diskutueshme, por pas Aron do thotë hëna e plot në dialektin dorik. Pan Selena në gjuhën dorike. Këtë e shpjegon Hezikus i Aleksandris. Si e bëron këtë zbulim? Mendova përse grekët do bënin fjalor të ilirishtes. Pa mendoni pak, s'kan bërë ata fjalor të latinishtes, që ishte fuqia më e madhe botërore asaj kohe. Nuk kanë bërë fjalor të keltishtes, as të gjermanishtes, as të persishtes. Përse grekët interesoheshin kaq shumë për ilirët? Përse grekët na kanë dhënë ne listën e fjalëve ilire, të gjetur në fjalorin e Stefanosit të Bizantit dhe në fjalorin e Hezikusit në Aleksandri, në 2 vende të ndryshme. Pra, përfundimisht, arsyeja përse helenët i kanë ruajtur fjalët ilire ishte se ata kuptuan që ilirët flisin dialekte helene. Vërtet i kanë quajtur barbar, po për shkak të sjelljes, jo të gjuhës. Gjithashtu fjala barbar, gjuhë barbare, tek autorët e lashtë helen ka kuptimin dialekte të panjohura për helenët, por jo gjuhë tjetër. Është një lloj si gjermanët nuk kuptojnë mirë austriakët, polakët nuk kuptojnë mirë rusët, por e kuptojnë që gjuha austriake dhe gjermane vjen nga një burim. E kuptojnë që gjuha polake dhe ruse vjen nga njëti burim. Pra dhe grekët e kuptuan që gjuha ilire dhe ajo atikës vjen nga njëti burim, prandaj mblodhen fjalët ilire. Kjo është e logjikshme. Po të kesh 2 gram tro që askush nuk i ka, përveç meje, e kupton që arsyeja kryesore pse ne kemi sot fjalë ilire është sepse akademikët helen në Aleksandri dhe në Bizant janë interesuar për gjuhën ilire, e kuptuan që është dialekt dorik dhe kanë mbledhur, kanë bërë fjalorin e ilirishtes. Përndryshe këto fjalë nuk do kishin mbijetuar. Në kur nuk do ta merrnin dot me mend që fjala pasaron do të thotë hën e plot në dialektin ilir mollos. Është kryeqyteti i mollosëve në kundërshti me qytetin e pellazgëve. Skotousa, errësira kur mungon hëna. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.